Bordi i Transparencës ka vendosur një tjetër ulje të çmimeve të karburanteve në vend duke reflektuar luhatjet e fundit në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Vendimi i cili hyn në fuqi këtë të mërkurë parashikon uljen e çmimit të naftës me 4 lekë për litër dhe të benzinës me 2 lekë për litër, duke shënuar ndërhyrjen e 4 të bordit brenda pak ditësh. Sipas vendimit, çmimi i tavanit naftës në pikat e tregtimit me pakic nuk duhet të tejkalojë 176 lekë për litër nga 180 lekë për litër që ishte më herët. Edhe në tregun me shumicë nafta do të tregtohet me një çmim maksimal për 164 lekësh për litër, ndërkohë me benzinën është vendosur një çmim maksimal për 166 lekësh për litër në pikën e shitjes dhe pakicës, duke reflektuar një ulje prej 2 lekësh krahasuar me çmimin e mëparshëm. Po ashtu, çmimi i benzinës në tregun me shumicë është përcaktuar jo më shumë se 154 lekë për litër. Çmimet e reja të vendosura nga Bordi i Transparencës do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të këtij institucioni, ku do të vlerësohen zhvillimet e mëtejshme në treg dhe ndryshimet e mundshme të çmimeve. Ndërkohë, Ministria e Ekonomisë u ka rikujtuar operatorëve të tregtimit të nënprodukteve të naftës detyrimin për të zbatuar vendimin e bordit. Autoritetet kanë paralajmëruar se çdo operator që shkel çmimet e përcaktuara do të merren masa administrative deri në pezullimin e aktivitetit tregtar. Ulja e çmimeve vjen në një periudhë kur tregjet ndërkombëtare të energjisë po shfaqin luhatje, ndërsa konsumatorët pritet të përfitojnë nga kostot më të ulta të furnizimit me karburant.